ditën kur ndodheshin këto masakrat në pjesën e Llapit, njëjtën ditë ishin edhe në Gajre, më duket quhet, një fshat te Kaçaniku, edhe është ajo pjesa kur ne si mjekë infermier, ekip mjekësor, i shehti popullatën tonë të zhdryp malit edhe s'ki çka bën. Tash çka është vetëm mundësi ishte nëse dikush është i lëndun me mujt me ofru ndihmë shëndetësore, për ndryshe këtë ajo pjesë është zhvendos pastaj për Stankovec, se ne e përmenum këtë pjesën e dhimbshme, po edhe krenare, se në momentin e kur pithojmë me emocione, janë pjesë të krenarisë. Jo të ligsisë, po i kem këto për shkak se janë momente të rënda, një pjesë shumë e madhe e popullatës kur është shprazë edhe Prishtina, ku tani kanë shku edhe prind e mi, edhe gjithë prind tjerë të Prishtinës, pjesa dërmuese, kur është dhonë me minuta ko për me lëshu banesat, se unë jam lindë rrit në qendër Prishtinës në rrugën e policisë. Ti më nëshme marë parasysh kur një kini vlau shtar, e vetë shkon